Një hajdut ka thyer dyqanin e 355-s në orët e para të mëngjesit. Sipas ekspertizës, arsyeja pse hajduti kishte zgjedhur që të vidhte pikërisht këtë dyqan ishte cilësia dhe garancia e produkteve. Ka lezet me vjetë gjona cilësore, të pakën edhe me të kapin me gjona origjinale, jo fake. Por, çudia dhe mrekullia ka ndodhur vetëm pak çaste më vonë. Ndiqeni video. Ue, 1250 euro iPhone-i. Po mu më lirë mbika me e vjedh. Më mirë mbika me e blej se sa me e vjedh. Jo, s'do mbarojnë për kaq lekun. Lë lekun. Por nuk mbaron me kaq. Hajduti është vetë dorëzuar në polici dhe prej ande ka bërë këtë deklaratë. Ju betiri gjithë hajdutëve të mos vjedhni. Me këto çmime kaq lira dhe produkte kaq cilësore, më besoni që nuk ja vlen burgu. Faleminderit. Faleminderit dhe ty i dashur. Kështu pra mbyllet edhe ky edicion nga 355 Redi. Ne urojmë që të shihemi në edicionet e ardhshme.